Lëvizja vetëvendosje ka fituar shumicën ndërmuese të votave nga votimi i mërgjimtarëve në përfaqësi diplomatike. Pas procesimit të rezultateve nga 40 prej 43 vendvotimeve, vetëvendosja ka marrë 10.898 vota, apo 80.75% të totalit. Partia e dytë është renditur PDK-ja me 1.010 vota, apo 7.48%, e pasuar nga LDK-ja me 1.006 vota, apo 7.45%, e koalicioni rreth AAK-s ka marrë 260 vota, apo 1.93%. Pa i përfshirë mbi 78.000 votat e panumëruara nga votimi me post, aj me kusht dhe i personave me nevoja të veçanta, vetëvendosja ka siguruar gjithsej 356.500 vota, PDK-ja 187.213, LDK-ja 150.081 e AAK-ja 63.295. E të premtën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vazhduar me numërimin e votave të ardhura me post. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve nuk munguan diskutimet në lidhje me këtë proces. Vëzhgues të partive politike shpërfaqën qëndrime të kundërta për shpalljen të vlefshme apo jo të një flet votimi që nuk që printuar mirë. E për mbarvajtjen e procesit u lavdëruan në KQZ. Procesi i numërimit është transparent dhe po zhvillohet në prezencë të vëzhguesve të akredituar. Pas përfundimit të numërimit të ndonjë vendvotimi, brenda një kohe të shpejtë rezultatet për subjektet politike dhe kandidatët, të ndarë sipas komunave të cilave u takojnë votuesit të regjistruar, do të shfaqen në platformë. Por institucioni zgjedhor u kritikua nga Eugenca Kolli Demokracisë në veprem. Sot është e premte, e KQZ-ja po tregon se sa vendvotime janë numëruar deri të mërkurën në mesnatë, pra para 2 dite. Informacion ky që tashmë publiku veç se e ka. Numërimi edhe mund të jetë transparent, por në raport me publikun, KQZ-ja ka qenë aq sa jo transparente, aq edhe jo llogaridhënëse. Është e domosdoshme që KQZ-ja të informojë qytetarët se pse nuk janë procesuar në webfaqe të gjitha rezultatet. Mbi të gjitha të tregoj se kur do të përmbyllet numërimi të gjitha votave, mbi 75.000 të mbetura, me një tempo të tillë të ngathet të punës. Të drejtën e votës në ambasada dhe konsulata e shfrytzuan 15.352 nga 20.324 votues që e zgjodhen këtë formë votimi. Nga votimi me post janë aprovuar rreth 63.000 flet votime.